Miq, a bëjmë prova me ju, një test I vogël. Me këtë Terezi, si gjuna, miq, unë jam ndër Karakush, për ta po drejtoj pak kamerën. E kam harruar edhe puç vetë për nisa. Tash miq, I sekund ta marr edhe një karige. Besoj se edhe më mirë me karige. Po. Provoj edhe me veten. Besoj se jeni mirë miq. I tash sot ta bëjmë një test vogël, një ushtrim vogël, edhe kuptoni ju sa rëndësishme është pozicioni I qafës, ose unazat, ose muskulaturat, edhe për psikologjin, edhe për lumturinë, edhe për shumë gjëra tjera, edhe për jetesën, më thënë. Mund ta thosh për shembull qa ka rrin në pozicion gabuar, qafa rrin ultën anë këtej për shembull, për punë miq, që ndryshon jetën. Vetëm pozicioni I qafës e ndryshon jetën. A din pse? Ta po tregoj tash. Vetëm një test I vogël edhe kuptoj se rëndësishëm është pozicioni I qafës. A kupton? Vetëm ky Terezi. Thuj veten. Jam lumtur. Jam shëndetshëm. Jam fort, thuj. E shifti I tash, shife mu, I tash përball. A beson? Mu I tash që kam ba këtë muhabbetin. Ti lene ti ma para, dene unë, ma para ti nuk beson mu. Sepse, ashe, rinë si gjuna. E kur rinë si gjuna këtë pozicion. Edhe gjaku nuk qërkullon. Gjaku, oksigenu nuk qërkullon. E ban si gjuna mrapa. E rinë si me kënë shkatrume, lollën. Me kënë me pas sidomos energjin pilot. E ri këtë Terezi, ashe, ik. Rinë si gjuna, a rinë si gjuna. Kjo është. Thuj edhe këtë Terezi. Jam I lumtur. Jam I shëndetshëm. Jam fuqishëm, jam fort. E banë dy krasimi tash. Me këtë, jam I fort, jam lumtur. Edhe jam shëndetshëm, jam I mirë. Cilën është ma besueshme? Fiks, njësoj logjike edhe për trupin miq. Qose rini ju shkatrume, kontrolloni veten. Merr në pozicionin këtë Terezi edhe mundoni me jetu. A jetohet. Ma pra nuk mundesh më pa jetën. A kupton, nuk shef, nuk dallohesh. Don më pa shokun. Unë kam pas agent me as shofer kamionësh. Domethënë e ka pas kompani kamionësh. Është u bë si artrit te kolona. Atëherë kam me kryti. Kam shpendat edhe një video para kur kam qenë në Turqi. Thot gryja thot e bërtet për e sipër. Nuk mundem me çu krytin më pa thot. Pse? Sepse kryti është poshtë, nuk mund të shkon. Atëherë kur shtrin, nuk mundet me çu krytin te jastiku. Pse? Sepse kryti ka met para. E ka I ka cilësi edhe kocave, s'ka ma lëvizje, s'ka të freski edhe e ka me ditu. Cilin përqendrim don ti? Cilin postur don ti? Këtë posturën, këtë, cilin? Se nuk kena gjithmonë me këtë Terezi. Flas edhe për moshën tëm. Atëherë miq, ç'a duhet më bë? Qose jeni me këtë Terezi, mundoni me drejtu I fje. Qose jeni me këtë Terezi si unë, mos harroni këtë testin, e bani provoni me veten, edhe shkoni shifni veten. Ç'a mundesh më bë? Ushtrime, qose ke problem spondylartroze, humje, lordoze, mundoj me bë diçka me fizioterapi, me mjeki, me shko ka pe doktorin, më thoj, largoj këtë posturën për me thoj, qose keni si skoliozë këta. Ky ishte një temë sot, inshallah. E kena ba hajër që kena ba këtë temën, besoj se e ka njerëz sa dush harrojmë këtë pjesë. Unë nuk po them që e di unë gjithçka, por harroj. Kër baj këtë video në pasafet, me pa edhe vetë, se kërë harroj shkoj kryti, ose kur punoj me pacient shkoj kryti. E kalimin e kohës, nuk kena gjithmonë me këtë moshë miq, nuk kena gjithmonë me këtë psikologji ose këtë shëndet, më thënë. Kjo është. Ditën e mirë, edhe ka diqa, të na e kene dhe ju, qa ban njerë veden, as armiq nuk mundet më ba, për këtë, qa bajmë na veden, me këtë postur gabume, leviz dhe gabume, as një armiq dyshman më thanë,
Nuk mundet më bëh, nuk mundet më dëmtu se kaq dëmtojmë veten më thënë. Kjo është. Ditën e mirë dhe mirupafshim.